Selam aleikum. Çka do të ndodh mbas kiametit? Wa aleikum assalam wa rahmatullah. Mbasi të ndodh shkatrimi i madh, mbasi të vdes çdo krijesë, do të ndodh ringjallja. Do të ringjallemi dhe do të dalim para Allahut të lartësuar. Do të japen llogari krijesat. Do të vendoset peshorja e drejtësisë. Secilit do t'i shpaloset regjistri. Më pas do të jetë ura e siratit. Xhennet ose xhehenem. Pra njerëzit do të shkojnë ose në xhennet ose në xhehenem. Ai që shkon në xhennet do të jetë i përjetshëm në xhennet, ndërsa ai që shkon në xhehenem ka prej tyre që do të jenë përkohësisht dhe ka prej tyre që do të jenë përgjithmonë zjarrin e xhehenemit. Lutë Allahun e lartësuar që të na bëjë gjithëve prej banorëve të xhennetit. Dhe në xhennet do të hyjnë të gjithë ata të cilët kanë adhuruar Allahun një të vetëm. Nuk i janë lutur dikujt tjetër përveç Zotit, nuk kanë adhuruar dikën tjetër përveç Allahut të lartësuar. Në xhennet do të hyjnë gjithë ata që kanë besuar dhe pasuar Muhammedin, paqja dhe mëshira Allahut qoftë mbi të.